Mirëmëngjesi, në këtë pjesë të parë do zhvendosemi në Britaninë e Madhe, sepse aty na pres Sokrat Hodo për të folur për librin e tij të parë, Gjuha e Nënës. Ka studiuar 6 vite si stash. Në kuptuar librin e parë, domethënë kemi shanse edhe për dytin. Studimet, me sa kuptova unë nga ajo çfarë fola, do vazhdojnë. Edhe gjuha shqipe dihet që është një botë e madhe plot enigma. Unë ua prezentova pak më herët. Ai tha që shumë shkronja në alfabetin ton janë të përbëra, kjo gjë dihet, por që disa prej tyre në mes kanë një zanore që nuk ndihen. Që nuk ndihet. Por le ta shtjellojmë në këtë bisedë. Mirëmëngjes Sokrat dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes i dashur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit për që pranuat për faleminderit ti që jetu me ne sot. Faleminderit juve, po. Gjuha e Nënës. Do na tregosh diçka më shumë për këtë publikim tëndin, edhe nga u inspirove për të shkruar libër, sepse në profesion je komplet tjetër. Inxhinier. Inxhinier, apo? Po. Kam mbaruar për inxhinieri mekanike, po si shqiptar, meqense kam gjuhën e nënës, detyrimisht më ka ndihmuar që të thellohem. Po edhe shkolla e mesme, se unë kam mbaruar shkollën mesme pedagogjike, dhe aty kam studiuar edhe gjuhë 4 vite, kështu që kam disa njohuri jo akademike, po skolastike t'i quajmë, megjithatë jo më lartë se sa një njohuri të një njeriu normal. Tani, i dashur, ne lexuam në sketën tuaj që ju jeni vetë punësuar në Angli, aty ku jetoni. Kështu quhen këtu vetë punësuar freelancer, domethënë freelance, po. Po. Dhe në çfarë sektori je i vetë punësuar? Në ndërtim, nuk është se kam ndonjë kam zgjedh një punë të thjeshtë. Jo, shumë mirë ke bërë, zakonisht sepse familja është në radhë parë edhe pastaj vin tjetër. Po të tepron koha për studime dhe gjurmime të kësaj natyre? Dhe unë prandaj ju përkushtova këtyre lloj punëve të thjeshta që të kisha mundësi të merresha me se punët e zyrës nuk ta i lën atë luks. Po, ke edhe kompjuter përpara. Ne për shembull i kemi punë zyre, nuk e bëjmë kurrë. Po, ne kemi shfletuar librin e Sokratit. Na e ka sjellë në PDF, por dhe ju kolegë ndani njëti mendim si unë, që është pak i vështirë për të kuptuar. Kolegu është më ekstrem se unë, thotë është i pakuptueshëm. Sokrat, po, gjuna që është shqipe dhe është e pakuptueshme, po çfarë bëj? Prandaj je ti për të na treguar këto detaje. Na ilumino pak, çfarë ke përfshirë ti në këtë libër? Atëherë, libri ta filloi thjesht ashtu dhe si zuri rrugtim. E gjitha filloi nga një kurs që kam bërë në Holland për holandishtë, se kam jetuar 2 vjet atje. Shumë mirë ke bërë. Dhe u futa në një kurs për të studiuar gjuhën. Mirë, po nga Covidi u ndërpre dhe ajo 6 muaj arrita edhe ta studioj. Dhe mu desh dhe t'ikja andej për arsye personale, subjektive. Dhe erdha në Angli. Megjithatë atje rastisa në një fenomen gjuhësor, e cila më intrigoi dhe nuk mund ta lija të më ikte ashtu. Cili ishte fenomeni që... Fenomeni ishte një shfaqja e një tingulli. Ngre pak telefonin, sepse... Ashtu jemi okay. Se do të shohim dhe orakullin e Dodonës si ke mbrapa. Po, vazhdojmë. Po. Ky fenomen kishte të bënte me tingullin që në Shqip është prezantuar nga shkronja Q. Q. Po, ky tingull nuk është shumë i përhapur në gjuhë, në gjuhët e tjera. Jo, e kanë grekët, e kanë çdo gjë me Q, nga K-ja ta bëj Q. E kanë dhe grekët, patjetër, po duke marrë parasysh me Q, domethënë gjitha fjalët. Po. Ndërkohë që
ne i kemi më të shpeshta si e të përdorur këtë tingull. Okej. Por nuk e përdorim vetëm në fund, e përdorim dhe në fillim. Po, dhe ju thoni që është shkënja kë, ideja është që Po. Ideja është që atje ishte një fenomen që fjalët kur ushtohej fjalët që mbarojnë me të, kur ushtohet një prapashtesë zbutse. Sokrat. Bingo. Po, faleminderit. Nuk e di se çfarë ndodhi. E kemi lënë që fjalët që mbarojnë me të kanë një prapashtesë zbutse. Zbutse, që është JE. Shkruhet JE. Po. Po të themi në anglisht që shkruhet heart, se ajo ngjan me anglishtin, dhe duke i shtuar këtë prapashtesën je, lexoj harqe, që do thot zemër, vogël, zemër. Urdhoni dhe njerë. Mirë, po kjo më kujtoj... Harqe, zemër e vogël... Po, ajo të ja bëhet që, apo jo, do më transformohet si që, dëgjohet si që. Harqe. Të ja bashkë me jën, dhe e. Okej. E kalojme? E kalojme, një fjalë tjetër. Po. Kjo është realitet, nuk është shpikun. Ose kado, me qënë se e di frëngjisht, kado i thonë dhuratës. Dhurata, po. Duke shtuar një prapashtes të ngjashme tje në këtë rast, jo je, ajo lexohet kadoqe, që i thonë dhuratës e vogël. Po, ose fjala kot, për shembull. Fjala kot. Po, edhe kot. Edhe kot, po duam. Nuk duam, kështu që vazhdoj. Po dalin dy fjalë aty, kështu që... Nga fjala kot, dalin dy fjalë? Okej, ta shpjegon më vonë. Janë dy fjalë, dhe zakonisht, ka raste që janë dhe një. Tani, qëfar... Nuk po kuptoj lidhjen. Sus po e kuptoj fare. Lidhjen. Atëhere, po... Edhe unë do t'a kem të vështirë dhe them drejtën nuk isha qefi të flisja për këtë fenomen sepse është i komplikuar. Megjithatë, jo, s'ka gjë, ta përfundoj një të thjeshtë edhe e kalojmë temën sipas asaj që kemi mundësinë të shkthemi. Jo më si dëshirosh ti, ne nuk kuptojmë gjë, prandaj je i lirë. Okej, ja, po të them që fjalët në shqip, fjalët harraq. Shëmtaraq. Vjen nga fjala harroj dhe shëmtir, shëmtaraq. Po, hutaq. Kjo, hutim, hutohem, hutaq. Të gjitha këto fjalë marrin këtë prapashtesën që ka një vlerë, sepse kjo krijon një fjalë të re. Madje edhe mamaq. Po. Po, krijon dhe mbiemra, jo vetëm emra. Po, po. Pra, mother... Këtë ja kemi dhe ne Europës, apo ja kemi marrë ne nga... Kemi pas atë, Smell Mountain, mother... Atëre, ky tingull nuk e kanë gjithë europianët, e shkruajnë si simbol, por nuk e kanë si tingull. Për shembull, një rast që ta vërtetoj... Për shembull, italianët e kanë qenë, por nuk e përdorin si të njëjtin mjet. Jo, kemi një rast të përboqëm, që është Shakira. Emri saj është Shaqira. Nga Fjeri dhe nga të zonat kështu se... Kolegë, jenë zënës i dobët. Fotaq. Vetëm duhet të dalë futbolist pastaj Shakira. Po, Sotir, ju thoni dhe që shkronjat dyshe si një gjë, zhë, lë, kanë kuptim më vete? Hajde, Sotir. Sokrat. Ma ka ngatruar dhe të tjerë kështu me Sotirë. Sotiraq pastaj, domethënë, edhe... Po, vetëm Sokrataq mos më thoni... Nuk beset këtë kuptim si emër. Ka kuptim. Tani çfarë fshehin këto shkronja? Dhe si mund të dalë një fjalë vetme prej tyre? Po, unë për të prezantuar këtë, po them do të jap një shembull ku është e kapur mat inkoscienca e atyre që bëjnë fjalore. Me gjithë respekti se nuk mund të... Patjetër, në ku ta gjejmë. Por realiteti është ky.
Po të marrësh, se është me thjesht kjo dhe prandaj po mundohem të shpjegoj këtë, marrim rastin, po, shoqen e shkronjës që është K-ja. Shoqja, okej. Shoqe, shokët. Shkronja K. Ke drejt, shko. Shok. K-ja si simbol, ka vlerën e një fjale ose një fjalie të shkurtër, e cila është evidentuar thjesht nga unë, nuk është se e kam shpikur, e gjë nëpër fjalor, mund t'ua tregoj edhe këtu. Po. Kur në shumë fjalë, kur në shumë fjalë, në fjalor, ajo shkruhet kështu. Artistik e mbiemër që lidhet me artin a artistët. I artit, a i artistëve. Po, okej. Ku do me dalë ku tani se kuptoj? Po, ja të shikojmë çfarë do kuptoni ju. Një fjalë tjetër. Mitik. Po. Ke marrë nga fjallori të, dhe nuk duket, po mitologjik. Po, qenie mitike, karakter mitik. E qa do me thënë kjo? Që lidhet me mitin. Që lidhet me mitin. Si së mbajti më një, sa i trash, ja. Filozofi. Po, mbi emër, që lidhet me filozofin, doktrin, rrym. Po, e sakt. Po, ku do me dalë? Fjalët që kjo ka krijuar, prapashtesa, ka krijuar këto fjalët e reja, nga filozofik. Po. Dhe e kanë shkruar vetë, nuk e kam shkruar unë. Jo, vetë e kanë shkruar. Po, kështu është në çdo fjalor, është vërtet. Po. Lambik, për shembull, lambik, vapik, janë fjalë të reja, domethënë gjitha. Të gjitha këto fjalë që kanë këtë prapashtesë, ibrik, zbërthehen kështu. Po, kuptohet që ka edhe raste që duhet parë, se nuk është aq e thjeshtë. Por, ideja është që kjo... Po. Do të them edhe më interesante. To më vajtën mendje mua. Po. Ideja është që gjuhësia thot që fjala krijohet nga 3 elementë. Si emisioni juaj. Po. Kush është A-ja, B-ja, C-ja nga ju, nuk e di. Ndaj ti. Po jo, mirë, dakord, A-ja është enkeli. B-ja që zvendçon kurikën enkeli. Kush e zvendçon? Asnjëri. E regjistrojmë, kur nuk na zvendçon, e regjistrojmë. Nuk mbyllet. Jo, unë kam parë që e ke zvendçuar. Sokrat, faleminderit shumë. Megjithatë, ideja është që parashtesa, prapashtesa dhe ndërshtesa ose meshtesa, që të cilën këta nuk e kanë studiuar shumë, tregon hapur se një shtesë e tillë ndaj shtesë, sido që të vi nga të 3 anët, nga mezi, ana dhe nga në fillim parashtesë dhe prapashtesë, ka vlera të ndryshme apo dhe të njëjta. Për shembull, marrim fjalën skëter. Skëter, po. Po, fjala skëter vjen mbas një shtegtimi të gjatë që vjen nga fjala ter, ster dhe pastaj skëter. Po. Këtu k-ja është ndërshtesë dhe domethënë mes shtesë, si e quajnë gjuhësia, dhe po ta heqësh këtë gërm, ngelet fjala ster. Ster, po. Po, dhe simboli k në këtë rast ka një vlerë që do të thotë lidhet me, ose ka të bëj me fjalën ster. Okej? Nuk e di sa e qartë ishte kjo? Ti ke bërë të libër... Diçka më qartë të tjerat, po prap duam qik më shumë. Kjo është pak e vështirë dhe pyetja lind kjo, ky libër, ku ti drejtohet, kush mund ta blej këtë libër dhe ta studioj? Atëherë libri, shiko, libri ka, unë jam munduar që të bëj një garnitur që nga veganët deri te vegetarianët e metaforat i paske njërë më të bukur se tjetër.
Po, falenderit. Ka për gjithë, ideja është që unë aty jam munduar të shkruaj në mënyrë të koncentruar një pjesë të vogël të atyre gjërave që unë kam gjetur. Po pse mërë burë? Sepse kush lexon libra sot? E pra këtë drejtë. Sokrat, tek libri yt më tërhoj që më vëmendjen edhe diçka tjetër. Numri e kam studiuar se më tërhoj që është libër. Se e bëja, prandaj. Është libër që të tërheq. Kolegë Vjekeqi e C-ja, po mund t'ishe edhe K-ja. Nuk ka problem. Por ju Për thoni... mua indicjen nga Edi e mora im më ndihmoj me atë bëra lidhjen, kështu që të falenderoj miq jam. Edi e ka lexuar librin një parë, me të drejtën, kur a dërgova unë në PDF. Por më tërhoj që vëmendjen mua numri 108, ti jepi disa shpjegime dhe fshite disa gjëra si numër. Po kishte edhe lidhje? 108. Atëhere, e gjitha libri i kushtohet gjuhës. Simbolikës dhe... Si dedikim, unë e kam bërë për Petrozhenj, sepse libri, teoria ti është ajo që më... Sa librat Petrozhenjit keni lexuar në jetë? Unë kam lexuar një libër të plot të tij, Roli mesianik i Shqipës, sepse ka qenë e vështirë për ta gjetur. E kuptoj qartë. Megjithatë kam lexuar edhe një libër të një discepullit që Petros, po. Sa të tij Afërdita Zaja, cilën e falenderoj dhe atë. Edhe ajo ka bërë një punë të mirë në atë drejtim. Okej. Po duhet të dini një gjë që të gjithë ata që e kanë kuptuar apo lexuar Petron, nuk besoj se flën më si mparë. Jo, padyshim. Si fliet? Shofin darkë dhe turin. Okej, po 108, pse ky numër ishte numër universal i krijimit i gjithësisë? Ja pritë, shojmë bullgarit. Po. Universit. Atëhere, janë disa numra që janë shumë domethënës për ne. Për shembull Triniteti që unë thash, tok, diell, hën, është një trinitet që kanë rëndësi parësore në këtë kuptim. Po. Edhe në univers bëhet fjalë që ka një trinitet e cila gjendet edhe te feja e krishterë, që thonë Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Bukur. Ky trinitet edhe në familje, babai, nëna dhe fëmia. Po, pa tjetër me 3 vlezrit, filani dhe qerosin fund. Po, ashtu jam dhe unë me 3 vlezër dhe ashtu si qeros jam. Në rregull. Ky numër është i rëndësishëm. Numra tjerë është dhe 8, 36 dhe po vemi të 108. 108 është shumë i rëndësishëm. Po, se? Pasi lidhja që ka dielli me tokën. Dhe toka me hënën, është e barabartë me numrin 108 108 fishin e diametrit të diellit në lidhje me tokën dhe të tokës në lidhje me hënën, si largësi. Përveç tjerash, vetë njeriu, nëse keni parasysh atë pikturën, skicën që ka bërë Leonardo da Vinci. Po, njeriun, po. Për Vitruvianin. Po, me krahët hapur, po. Vitruviani, aje ka ngritur në një nivel tjetër, ka bërë te shifra 112, që do të thotë lartësia e njeriut është 112 herë më e madhe se gishti tregus. 112 fish. Jashtë zakonisht drejt, po 4 numra më ndesh, nuk është shumë afër te 108, është shumë afër. Po mbart kuptim. Po është i rëndësishëm dhe ai, po ai është numër ideal ama. Ai është numër ideal. Ndërsa ne 108-ën e kemi. Kurse 108 është një numër real. Është një numër real, i vërtet, domethënë. Po, tani mistika është një botë që do shumë të zbulohet. Atëherë 108 gradë Fahrenheit është 42 gradë
Celsius. Edhe këte kam shkruar. Pra temperaturë e trupit. Temperatura e trupit normal? Po. Maksimale që jeton trupi. Maksimale që duron trupi njeriu. Sokrat, unë kam një pyetje. Jo, të lutem, bollë. Një pyetje të fundit. Çfarë po ndërtoni këto kohë të fundit? Në kuptimin me qenë se... Jo, punon, është freelance quhet. Po, pavarësisht se quhet ndërtim, për mua është shkatërrim, se është bërë dyndje e madhe me ndërtime. Ja, ke drejtë. Edhe në Angli ndërtohet pa kriter? Ndërtohet. Atëherë hiq dorë nga ndërtimi dhe merr me studime. Jo. So ka të bësh libër tjetër pas ti? Jo, pritet të sqarojmë këto herë. Në qoftë se nuk kuptohet ky, unë dëjo. Kjo ishte një produkt që unë kam marrë kënaqësi nga puna që kam bërë dhe këtë e emetova. Po kam përshtypjen të duhet ta bësh prapë dhe një botim tjetër se duhet. Mirë i dashur, të falenderojmë shumë, nuk e kjo është uroj që të kemi një mundësi më të mirë. Ne kuptojmë të paktën frazat e para të librit do të marrim prapë telefon. Ose do vish në studio, por ta bësh sa më thjesht bisedën. Se qëllon që do vish në Tiranë, në ABC, kontaktin e kolegut e ke. Ndoshta këto janë çik tema të vështira, për hir të vërtetës dhe duhet që të jemi afër. Vështira dhe ne jemi të paaftë, më thon për të kuptuar. Është e vështirë, po duhet dini një gjë që gjuha shqipe e kanë thënë dhe tjerë dhe nuk dua ta përsëris. Nuk është thjesht Chelsea për t'u dhënë koshiencë gjuhëve të tjera. Po. Është ajo që është Chelsea për t'i kuptuar gjuhët e tjera. Është Chelsea për t'i kuptuar. Po ideja është që në fund bëhet një pyetje. Çfarë përfitimi kemi nga kjo? Këtë pyetje përgjigje mos e jap tani dhe japim në emision në radhë. Okej. Faleminderit. Po shumë faleminderit. Gjithë mirë. Faleminderit shumë dhe shumë suksese për librin. Një ditë të mbarë dhe juve. Edhe për juve atje në Britani. Gjithë mirë Sokrat. Falenderoj. Faleminderit. Mirë. Faleminderit shumë, ja kaloj. Pyetja është sa bëjmë intervista të tilla. Pyetja është why? Sepse duhet të mëson nga çdo fushë. Mund të bëj punë vetë, jetojmë në kohën e lirive. Mund të bëj shumë gjëra njeriu në kohën e lirë. Mund të shkoj në teatr, mund të shkoj në opera. Gjithsesi, bibliotekë, libra, të shkoj filma, të merresh me kërkime, të shkoj te dentisti, pra ka shumë gjëra që mund të bëj njeriu. Njëkohësisht edhe gjuhësi, etimologji dhe simbolik dhe misticizëm. Okej. Por do flasit për diçka tjetër. I kuptove? Jo. Koleg, unë me thënë drejtën, puna ndërtim nuk është e lehtë. Okej. E pas ke kuptuar gjot pak. Ermandi dhe përparimi pas pak. Sa mirë.